Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Do të njehemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim. Në Bregdet është shembur një biznes i llojit restorant dhe gjithashtu 5 banesa. Objektet janë shembur pasi preken nga projekti i Lungomare 3. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit zbarkoi mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim. Në Bregdet është shembur një biznes i llojit të restorante e gjithashtu 5 banesa. Objektet janë shembur pasi preken nga projekti Lungomare 3 që po transformon Bregdetin nga Vlora në Radhim dhe Orikum. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premteje në Radhim të Vlorës, teksa sipas informacioneve është për të shembur një biznes i llojit restorant i cili deri më tani të paktën nuk ka patur kundërshtime nga administratorët. Gjithashtu janë parashikuar për të shembur edhe 5 banesa. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ka vazhduar i qetë, nuk ka patur kundërshtime nga administratorët e bizneseve të restorantit që ishte parashikuar për të shembur. Gjithashtu pas restorantit janë shembur edhe 5 banesa të gjendura përgjatë Bregdetit, të cilat preken gjithashtu nga projekti Lungomare 3. Këto banesa funksiononin kryesisht përgjatë sezonit veror si shtëpi pushimi. Në Radhim kanë zbarkuar edhe forcat shumta të policisë Vlorës në mbështetje të këtij aksioni. Forcat e policisë u angazhuan në ruajtjen e rendit dhe sigurisë në zonë. Aksioni sipas informacioneve do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me të tjera objekte të parashikuara për të shembur, të cilat preken nga projekti Lungomare 3. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e eurodeputetit Fredi Beleri dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, të cilët kishin ankimuar vendimin e apelit të posaçëm që i shpalli fajtor për korrupsion në zgjedhje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e eurodeputetit Fredi Beleri dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, të cilët kishin ankimuar vendimin e apelit të posaçëm që i shpalli fajtor për korrupsion në zgjedhje. Kujtojmë se Beleri u arrestua në 12 maj të vitit kaluar 2023, 2 ditë para zgjedhjeve lokale, pasi u kap në flagrancë duke premtuar dhe dhënë para për të bler vota dhe u lirua më 2 shtator të vitit 2024. Prokuroria dhe policia Vlorës e ndoqën rastin me metoda speciale hetimi, duke përdorur agent të infiltruar, i cili për 8 vota mori 400.000 lekë të vjetër. Beleri dhe bashkëpunëtori i tij Pandeli Kokaveshi u arrestua në kushtet e flagrancës për akuzën vjedhje votash. Beleri ishte kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për të cilën arriti të fitojë zgjedhjet, por nuk arriti të gëzojë mandatin e kryebashkiakut, ndërsa aktualisht mban pozicionin e eurodeputetit. Nga pasditja e së njëjtës, nafta me pakicë nuk do të tregtohet me më shumë se 203 lek litri. Ky ishte një vendim i parë i marrë nga Bordi i Transparencës pas rikthimit në fuqi që nga viti 2022. Me çmimin tavan të përcaktuar nga bordi, ulja që ka posuar nafta në tregun me pakicë është deri në 14 lek. Nga pasditja e së njëjtës, nafta me pakicë nuk do të tregtohet më shumë se 203 lek litri. Ky ishte vendimi i parë i marrë nga Bordi i Transparencës pas rikthimit në fuqi që nga viti 2022, që nga përshkallëzimi i krizës në lindjen e mesme çmimi i naftës për 1 litër pësoi rritje me 41 lek, duke u tregtuar nga 214 deri në 217 lek. Me çmimin tavan të përcaktuar nga bordi, ulja që ka pësuar nafta në tregun me pakicë është deri në 14 lek. Ndërkohë benzina në tregun me pakicë nuk do të shitet më shumë se 175 lek për litër. Nga fillimi i marsit benzina është tregtuar nga 199 deri në 202 lek për 1 litër, ndërsa ulja e pësuar arrin deri në 27 pikë. Vendimet e Bordit të Transparencës kanë hyrë në fuqi nga pasditja e së njëjtës në orën 18:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Subjektet e tregtimit të hidrokarbureve, të cilat nuk respektojnë çmimet e vendosura nga bordi, gjobiten deri në pezullim të licencës nëse nuk reflektojnë. Bordi cakton çmimet duke marrë në konsiderat bursën, vlerën në çdoganim, koston e transportit dhe fitimin e kompanive, që do të jetë 3 lek për shumicën dhe 12 lek për litër për pakicën. Si mas lehtësuese, qeveria ka paralajmëruar se do të ulë me 20% akcizën e naftës, nëse çmimi e ka përcen 220 lek për litër.
Paralelisht do të vijoj puna edhe e task forces për kontrollin tërësor të sektorit për të mos lejuar spekulimet me çmimet, por dhe evazionin, si dhe nuk do të ndalet as monitorimi ditor i pikave të shumicës dhe i pakicës. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një deklarat për mediat një ditë pas mbledhjes së bordit të transparencës për çmimin e karburanteve, u shpreh se qeveria po bën gati një akt për të ndërhyrë dhe në uljen e aksizës. Dua të bëj një saktësim, në fakt po, është e vërtetë që industria dhe bujqësia janë dy sektorë të cilët nuk kam pasur një ngadalësim në gjatë vitit të kaluar dhe konkretisht gjatë tremunjorit 4 të vitit kaluar, po këto nuk janë sektorët me peshën kryesore në ekonomi. Reale. Shërbimet është sektori me peshën kryesore në ekonominë reale. Sa i takon prodhimit, janë sektorë që lidhen me prodhimin e mallrave, por jo me prodhimin total të ekonomisë shqiptare. Megjithatë, sigurisht që duhet parë dhe duke analizuar dhe kjo është ajo që ne bëjmë në bazë ditore. Sa i takon industrisë, industria ka pasur një reduktim, por reduktimi ka ardhur kryesisht nga bizneset të mëdha të lidhura me industrinë nxjerrëse, që lidhen me faktorë të cilët janë jashtë kontrollit të politikës ekonomike të tonë. Nuk është korrekte që të përmend emrat e bizneseve, por nuk është as e vështirë për tu imagjinuar. Sa i takon për shembull prodhimit të energjisë elektrike, ne kemi pasur një rritje të prodhimit të energjisë elektrike që në fakt është në fokus të politikave tona dhe në fokus të programit të qeverisë shqiptare për rritjen e peshës së energjisë elektrike në industrinë totale, duke qenë se ne synojmë që të bëhemi një vend eksportues neto dhe ne synojmë edhe bazuar në të gjithë konjunkturat e viteve të fundit dhe të ndikimit të çmimit të karburanteve në kostot e prodhimit apo në ekonomitë, synimi ynë është që të përqendrohemi te energjia, te prodhimi i energjisë elektrike, ke prodhimi i gjelbër i energjisë elektrike dhe tek autonomia e shtetit shqiptar në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që gjithmonë e më i ulët të jetë efekti i goditjeve nga jashtë dhe mbi të gjitha i goditjeve të karburanteve në ekonominë vendase. Dhe vërteta është që në fakt, nëse i referohemi krizës së mëparshme, Shqipëria pati një ndikim më të ulët se sa vendet e tjera të rajonit apo të botës, pikërisht për shkak të strategjisë që neve kemi për rritjen e autonomisë në prodhimin e energjisë elektrike, në rritjen e kapaciteteve në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që, siç thash, të kemi një ndikim sa më të ulët. Sa i takon ushqimeve, unë e thash, ne po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh, por edhe një numër të limituar të tregtarëve. Tani do dalim në terren për të monitoruar çmimet dhe për të monitoruar reflektimin e furnizimeve me realitetin e çmimeve. Patjetër që nëse do të marrim vendime në të ardhmen, do të marrim vendime të cilat lidhen me shportën bazë të konsumit, në rritjen e përgjithshme të çmimeve të konsumit. Ne në vitin 2022 ngritëm një bord
për ushqimet, është e vështirë që tek ushqimet ne të bëjmë të njëjtin mekanizëm që aplikojmë te karburantët, sepse format dhe mënyrat e importit të ushqimeve janë të ndryshme. Pra nëse karburanti, të gjithë tregtarët operojnë me një çmim të bursës dhe zhdoganojnë me një çmim të bursës që ka një standard të caktuar dhe është e lehtë për ne të përcaktojmë një çmim dhe të kalkulojmë të gjitha kostot, produktet e shportës kanë një shumëllojshmëri të mënyrave të importimit apo të tregtimit. Për shembull, nëse marrim mielin mund ta importojmë me kuti 1 kilogramshme, mund ta importojmë me thas apo me depozita, mund të importojmë grur dhe ta prodhojmë dhe është shumë e vështirë që të përcaktosh një çmim për mielin apo një çmim për bukës, pasi komponentët e kostos janë shumë më të ndërlikuara. Megjithatë, siç thash, ne jemi në monitorim dhe ajo që duhet të garantojmë është që të mos ketë spekulime me rritje të çmimeve, të cilat nuk reflektojnë çmimet e zhdoganimit, me rritje të çmimeve të cilat janë abuzive për shkak të pritshmërive që në të ardhmen do të rriten. Kjo është ajo që ne duhet të garantojmë dhe këtë do të bëjmë në vijim. Pastaj, siç thash, urojmë shumë që ndikimi në inflacion të mos jetë shumë i lartë dhe megjithatë do të marrim masa për të mbrojtur stresat e nevojë. Gjatë mbrëmjes së enjte, në orët e para të ditës së sotme, në qafën e Llogoras janë regjistruar rreshje dëbore me intensitet të ulët deri në mesatar, si pasojë një segment i rrugës konkretisht nga zona e Pishës Flamur deri në pjesën tjetër të aksit, është zbardhur nga dëbora. Dëbora zbardh fshatin turistik të Llogoras. Temperaturat në zero për gjatë orëve të vona të mbrëmjes së ditës së premte, por edhe të shtunës, kanë bërë që fshati turistik të zbardhet nga dëbora. Rreshje dëbore të rëna me intensitet mesatar deri në të lartë kanë zgjatur për disa orë duke zbardhur majën e Llogoras, por edhe duke prekur segmentin rrugor që lidh Llogoran me Palasën, Dërmiun, Himarën e të tjerë. Temperaturat e ulta nën 0 gradë mbrëmjen e ditës të enjte, por edhe mëngjesin e ditës së sotme kanë bërë që në fshatin turistik të Llogaras të bjerë dëbor. Siç mund ta shihni edhe nga pamjet mbas shpinës time, maja e malit është mbuluar nga dëbora. Për gjatë orëve të mëngjesit në Llogora ka ndërhyrë edhe firma e cila merret me mirëmbajtjen e segmentit rrugor. Kjo firmë ka nisur fillimisht pastrimin e rrugës nga dëbora. Gjithashtu më pas është hedhur krip për të bërë të mundur qarkullimin rrugor pa problematika. Ndërkohë që drejtuesit e automjeteve që përgjatë kësaj të premteje kanë shkuar drejt Llogoras janë këshilluar të bëjnë kujdes. Kjo për shkak të segmentit rrugor tepër të rrëshqitshëm, i cili mund të sjellë problematika. Është këshilluar të qarkullojnë me shpejtësi të reduktuar dhe duke përdorur zinxhir. Shqipëria jep fund ëndrrës për kualifikimin në kampionatin botror. Mes shpresës dhe besimit, por dhe mbështetjes së madhe të sportdashësve, kombëtarja nuk arriti të dalë fituese në Poloni, duke u mposhtur me rezultatin 2-1. Ndryshe ndodhi me Kosovën, e cila fitoi 4-3 në Slovaki, ndërsa mbetet shpresa për një ekip shqiptar në kampionatin botror. Shqipëria jep fund ëndrrës për kualifikimin në kampionatin botror, mes shpresës dhe besimit, por dhe mbështetjen e madhe të sportdashëve kuqezinj. Kombëtarja shqiptare nuk arriti të dalë fituese në Poloni duke u mposhtur me rezultatin 2-1. Përballja nisi me emocione dhe goli pjesës së parë krijoi bindjen se kjo skuadër mund t'ia dilte. Megjithatë, gjithçka ndryshoi në pjesën e dytë, kur u pusuan 2 gola të shpejtë. Duke u ndalur te dita e ndeshjes, gjithçka nisi me një atmosferë fantastike të krijuar nga tifozët kuqezinj, që nga momenti kur skuadra u ndërtua stadiumit, duke lënë hotelin ku ishte akomoduar, por edhe përpara ndeshjes, në ambientet përreth stadiumit ku do të luheshin 90 minutat e sfidës, ku nuk mungoi përkraje, teksa qindra sportdashës sollën një atmosferë fantastike me këngë patriotike dhe thirrje për Shqipërinë. Një atmosferë e jashtëzakonshme krijuar në Varshavë, ku tifozët shqiptar treguan edhe një herë tjetër mbështetjen e tyre për kombëtaren shqiptare. Jo vetëm në Poloni, por kudo mbështetja për kombëtaren ka qenë e pranishme. Edhe në Vlorë shumë sportdashës janë mbledhur me flamën kuqezi dhe simbole shqiptare për të përkrahur ekipin, duke ndjekur ndeshjen në mënyrë të organizuar. Goli i shënuar në pjesën e parë solli entuziazëm në stadium, por dhe kudo ku kishte tifoz.
Në pjesën e dytë, Polonia shënoi 2 gola të shpejtë, duke shuar shpresat për kualifikim. Ndeshja u mbyll me fitoren e polakëve, ndërsa për Shqipërinë përfundon ëndra e botrorit, por edhe me mundësinë që kishte Shqipëria për të kualifikuar, duke referuar dhe rasteve të humbura në këtë përballje. Por gjithsesi ndryshe ndodhi me Kosovën, ku fatmirësisht mbetet shpresa për një ekip shqiptar në kampionatin botror. Kosova fitoi 4-3 në Slovaki, duke e kthyer në fest të sukses me njëherë pas përfundimit të ndeshjes. Tashmë më 31 mars ajo do të përballet me Turqinë në Prishtinë, me shpresën se në qershor do të jetë pjesë e këtij kompeticioni të madh, ndërkohë që Shqipëria lë pas një zhgënjim në ndeshjen e humbur në Poloni në shifra 2-1. Mungesa e trajnerit tek flamurtari si dhe problematikat e tjera që lidhen me mungesën e konsultimit dhe përjashtimin e një prioritarëve ka ndikuar ndjeshëm në klimën brenda dhe jashtë skuadrës, duke sjellë kështu edhe mosbesim deri tek tifozët. Situata tek flamurtari sipas ish futbollistit të mirënjohur vlonjat Vasil Ruci mbetet problematike dhe kërkon zgjidhje të menjëhershme. Sipas tij, ngjarjet e fundit në skuadër janë çështje që mund të konsiderohen të brendshme, por ato reflektohen drejt për drejt në opinionin publik dhe tek sportdarësit, duke ulur besimin e këtyre të fundit. Duhet kemi që një muaj ca, 2 muaj që gjë më themeltare sot e flamurtari është konsultimi. Ata trajnera që janë sot e flamurtari, duke qenë të dytë gjithkohon, kanë krijuar marrëdhënie të tjera me futbollistët. Këto lloj marrëdhënie në përgjithësi janë shumë të vështira për vendimarrje. Detyrimisht konsulta duhet të jetë shumë e madhe. Dhe konsulta duhet të jetë me njerëzit që kanë këta afër ekipit, siç janë, po të marrë shembull Fred Ferku, Aloan Birqe, që kanë një eksperiencë më të madhe. Kjo lloj konsulte do ketë vendimarrje më të sakta, më të mira, dhe besoj nëse do të jetë kështu, gjërat janë të mira për të qëndruar. Kemi një çështje trashi, cila komentojë? Ato janë çështje të cilat në përgjithësi ne flasim për ato çka kemi parë, por vendimet merren në korist të kujt kanë rënë. Dhe në rastet të tilla do një pjekuri të mirë dhe vendimi duhet të jetë ndoshta i mirë që është marrë, sepse kanë më shumë informacion njerëzit të cilët kanë thënë, por unë nga mendimi im besoj ajo që ka ndodhur është një gjë kaq e trash sa një futbollist me eksperiencë nuk e bënte dot. Vendimin e qenit të nxituar apo ata e dinë më mirë vendimin. Por sido që të jetë, krijoj mosbesim tek tifozët. Krijoj mosbesim te tifozët dhe do ta kishte shumë të vështirë të ishte në fushë më. Sepse të parën që do ndeshesh me tifozët, të cilët nuk e pranuan atë gjë. Flamurtari renditet në vendin e fundit në Super League, ndërsa situata mbetet e vështirë për mbijetesën në kategori, ndërsa 2 javët e ardhshme cilësohen mjaft të rëndësishme për të arritur objektivin e ekipit vlonjat. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Duke ju lënë takim me kolegen Viola Murati në orën 17, bashkë mirupafshim.